Okej, unë do dish, në fakt, sepse ju në bisedat e lira që kemi bërë së bashku në nivel misor, më keni folur dhe për pacient të ndryshëm, për fëmijë me probleme. Pra, do t'ishte e nevojshme që të sensibilizojmë prindrit e ri që kanë fëmijë të vegjël, që t'jenë të kujdesshëm për 2-3 gjëra të rëndësishme që ju si profesioniste i dini, ata si prind nuk i din. Për këshilla ime është që prindrit të jenë prezent. Pra duhet i qëndrojnë fëmijës pranë. Po prezent, jo ideja është që të kalojnë kohë me fëmijët, sepse tani unë e di që është rrithën shumë, po ky është problemi i ditëve të sotme. Celulari po bëjnë babysitterin, po bëjnë rolin e prindërve, po bëjnë rolin e shumë dimensional. Nëse prindri është prezent, arrin të kuptojë dhe problematikat e fëmijës, kur ka diçka që shkon, kur kthehet i mërzitur nga shkolla. Unë kam fëmijë pacient me 9-10 vjeç që kanë ide vetvrasëse, që sigurisht vjen nga një mosnjohje e caktuar, apo jo? Nuk dua t'i vë gishtin apo të quajnë fajtor, por sigurisht që ka një problematik. Kështu që nëse prindrit janë prezent, arrin të kuptojnë edhe mimikat e fëmijës kur është i mërzitur, sepse fëmijët flasin. Edhe kur nuk duan të flasin, na flasin me emocionet e tyre, me ato shpërthimet e inatit që prindit zakonisht i quajnë capriccio, por që nuk janë teka.